Ekipi i vajzave të taekwondo së Vllaznisë ka vizituar strehëzën e qenve, e cila ndodhet në hijen e pyllit me pisha në Renc, e ngritur nga Bashkia Shkodër vite më parë dhe që është zgjeruar me kalimin e kohës. Në dy strehëzat e ngritura deri tani janë strehuar rreth 200 qend endacak, që më parë endeshin nëpër rrugët e Shkodrës. Qëllimi i vajzave të taekwondo së Vllaznisë është jo vetëm të njihen nga afër me kushtet në këto strehëza, por edhe t'i bashkohen fushatës ndërgjegjësuese që qytetarët e interesuar të vizitojnë këto strehëza dhe të adoptojnë qend sipas dëshirës. Isra dhe Menida Meta janë dy motrat sportiste pjesëmarrëse në këtë vizitë së bashku me trajnerin Elion Puka. Është shumë gjë e mirë që kanë bërë një investim tillë. Edhe më vjen shumë mirë që janë kaq sigurt, kaq i kanë ushqime, i kanë tana. Unë kam kafshë shtëpiake, kam 2 qej pastor gjerman, edhe janë shumë të mirë. Çdo njeri besoj ka nevojë për kafshë shtëpiake. Realisht unime mirë sepse tu i ofru afër ata kishin nevojë për dashni. Kështu që na duhem të ndërgjegjësu gjithë secilin që ka mundësi, ka kohë të lirë, le të vinë dhe të vizitojnë, të shohin sepse realisht këta me të vërtet nuk flasin, po këta të dhurojnë dashni shumë të madhe. Të gjithë ato që kanë mundësi, le t'i marrin, t'i rrisin, t'i ushqejnë sepse këta të dhurojnë dashni pa kushte dhe nuk ka më mirë që me marr një nga qend që ofron kjo strehimorja këtu, sepse këtu ka të gjitha llojet e racave dhe besoni që kanë me ju bë mundi mirë dhe kanë me ju mbush kohën e lirë në mënyrën më të mirë. Më mirë është me najt qejt këto mrend strehum, me ju ushqy rregullisht, po mendoj që me kontributon, jo veç i staf. Ndërsa drejtori i bujqësisë pranë Bashkisë Shkodër, zoti Sokol Malaj, thotë se qenve u shërbehet këtu me personel të posaçëm dhe në përputhje me të gjitha kushtet. Qenë merren nga rruga ose qenë që janë për raste agresioni në familje, sillen në streh, bëhen trajtimet e para mjekësore, bëhet sterilizimi i tyre, mikroçipimi, pastaj trajtimet antiparazitare dhe vendosen nëpër kafazet e tyre specifik në varësi të rasteve. Këtu është një personel prej 4 vetësh që janë çdo ditë këtu, është veterineri që është për çdo ditë që vjen bën kontrollin e qenve, janë 3 punonjës shërbimi që ndihmojnë në ushqimin e tyre, pastrimin e tyre dhe për kujdesin e tyre, që janë çdo ditë. Plus pjesa e vullnetarëve që vijnë her mas here, të cilëve bëjmë thirrje që të vinë dhe akoma më shumë, sepse për pos pjesës së personelit që merret me shërbimet e tyre, normalisht ka nevojë edhe për shëtitje, për kujdesje, për t'i falur pak dashuri. Nisur nga prania ende e qenve në rrugët e qytetit të Shkodrës, është kërkuar ngritja dhe e strehëzës së tretë. Ndërkohë, për qenë të strehuar këtu, kujdesen edhe vullnetarët në bashkëpunim me personelin përkatës, duke filluar nga pamja godinave dhe zbukurimi me murale, e deri te shërbimi ndaj tyre. Sa i përket adoptimeve, janë 10 qytetarë çdo vit që paraqiten këtu dhe adoptojnë qenë që dëshirojnë për t'i marrë në banesat e tyre.